Sipas dokumenteve, ministri venezuelan i transportit Ramon Velasquez ka koordinuar së fundi marrjen e pajisjeve ushtarake dhe dronëve nga Irani gjatë përgatitjeve për një vizitë në Teheran. Ai ka kërkuar një zyrtar iranian pajisje për zbulim pasiv, ndërprerës GPS dhe dronë me rreze veprimi deri në 100 kilometra. Gjatë takimit me Osmanin, partitë opozitare kërkuan shpalljen e zgjedhjeve sa më parë. Politologu Melazim Koçi në një intervistë u shpreh se gjatë takimit me presidenten Osmani, partitë opozitare kosovare kërkuan shpalljen e zgjedhjeve sa më parë që të ishte e mundur. Është evidente se më 5 nëntor ne do ta dimë se çfarë do vendoset, por edhe tani është e qartë sepse gjatë takimit me presidenten Osmani, partitë opozitare të gjitha pa përjashtim kanë bërë qartë se nuk e kanë shumicën, nuk e disponojnë shumicën, nuk disponojnë numrat e nevojshëm për të bërë qeverinë dhe kërkuan shpalljen e zgjedhjeve sa më parë që të jetë e mundur. Përjashtimi ishte edhe kryeministri në detyrë ose lideri i vendosjes Kurti, i cili duket se ka kërkuar edhe një rast që t'i jepet edhe një rast për të bërë qeverinë. Është evidente që nuk i ka numrat as ai, por kalkulon me synimin që zgjedhjet të mbahen jo nga fillimi i dhjetorit, por nga fundi i dhjetorit, sepse nga fundi i dhjetorit Kosovë do të kthehet një pjesë e diasporës, vota e tyre anon nga vetëvendosja.